Juli, ky është maketi i godinës ku galeri do jenë në 250 metra lartësi. Pikërisht, ky është maketi i ndërtesës që do vendoset në bulevardin e ri dhe e cila do ketë galeri arte në lartësinë 250 metra. 250 metra, pra këtu do të jenë 4 galeri. 4 galeri të artit etnografik. Që supozohet të jenë më të larta në Ballkan. Ndoshta edhe më të larta në një pjesë të mirë të Europës. Godina është projektuar nga kush? Godina është projektuar nga studio e njohur zvicerane e arkitekturës Herzog & Meron. Është një studio e mirë? Është ndër studio më të mira në botë për arkitekturë, një Pritzker Prize winner me një portfolio të gjerë punësh në Europë dhe në Amerikë. Ku vendoset? Ku ndërtohet? Ndërtesa vendoset në mes të bulevardit të ri. Në mes të bulevardit të ri. Kur fillon dhe kur mbaron? Gërmimi do të fillojë më njëherë vitin që vjen. Dhe për sa kohë mund ndërtohet? Ne do mundohemi ta mbarojmë brenda afatit 5 vjeçar. Është 250 metra e lartë, këtu janë 4 galeri që bëjnë galeritë më të larta në Tiranë, po kjo pjesa këtu çfarë është? Galeritë e artit kanë akses drejt për drejt në observation deck, shikon drejt Tiranës, malit Dajtit dhe i pajisur po ashtu me facilitete restoran dhe bar. Pjesa tjetër janë rezidenca apo zyra? Ndërtesa është projektuar në mënyrë të tillë që dy volumet kryesore lidhen nga një bërtham qendrore. Volumi kryesor më i lartë i është rezidenca, ndërsa volumi ngjitur është hotel. Ato janë rezidenca. Ato janë rezidenca. Ky është hotel. Hotel që është një hotel 5 yje i cili do operohet nga Accor. Po për shkuar në galeri, lëvizet me komplet me ndarje të veçantë, pra me ashensor të veçantë. Galeritë e artit etnografik dhe banesat dhe rezidencat kanë hyrje totalisht të shkëputura. Rezidencat aksesohen nga bulevardi i ri, ndërsa galeritë nga rruga Sirikodra. Dhe besoj duhet të ketë ashensor panoramik. Patjetër bëhet fjalë për gati 7 ashensorë dhe 2 shkallë emergjencë të vendosura brenda kësaj bërthame. Pra 4 galeri të cilat pritet të jenë galeritë më të larta në Ballkan, shohësh art 250 metra lartësi. Shumë interesante. Ju faleminderit.